Kryetari i komunës së Studeniçanit nga radhët e PDSH-s Azem Sadiku përmes një komunikate për media ka bërë të ditur për shkarkimin nga detyrat të Muhamet Ramadanit, drejtori i ndërmarrjes komunale publike Studeniçani, dhe në vend të tij ka emëruar ushtrues detyre drejtor të ri. Ai me këtë rast ka drejtuar akuza edhe në adresë të ish-kreut të komunës Fatih Iseni. Muhamet Ramadani shkarkohet nga detyra e drejtorit pasi që gjatë ushtrimit të detyrës ka bërë shkelje të shumta të ligjit dhe statusit të NKP-s. Ramadani në fillim ka qenë emëruar si ushtrues detyre drejtori NKP Studeniçani nga ish-kryetari komunës Fatih Iseni. I njëjti me emërimin si ushtrues detyre ka vazhduar deri më tani të ushtrojë detyrën e drejtorit pa mos e hapur procedurën e paraparë me ligj dhe status të NKP-s për zgjedhjen e drejtorit. Ish-drejtori Muhamet Ramadani vite të tëra ka angazhuar punëtorë që kanë grumbulluar mbeturinat, duke mos i lajmëruar të njëjtit sipas ligjit për marrëdhënie pune. Pagesa e tyre është bërë me para në dorë dhe për të njëjtit nuk janë paguar kontributet për sigurime shëndetësore dhe pensionale. Bëhet fjalë për 5 punëtorë, qëndron në arsyetimin e kreut të Studeniçanit Azem Sadiku. Ish-drejtori Muhamet Ramadani pagesën për shërbimet nga qytetarët e ka bërë në mënyrë antiligjore gjatë tërë kohës, me arka pranon ose me lista në përfletore, duke rumbullaksuar ata që kanë paguar. Për këtë punë janë përkujdesur që mos të lënë dokumente në komunë pasi që i kanë mbartur në shtëpi, por prap kanë ngelur disa nga ato se për të argumentuar këtë që e themi, ka akuzuar Sadiku.